Përshëndetje miq, sot do të gatuajmë qiqra me pana, një recetë e shpejtë dhe mjaft me vlera ushqyese. Përbërësit janë: fillimisht marrim dhe ziejmë qiqrat. Më pas vendosim një tigam me pak vaj ulliri, ngrijmë qepën dhe hedhim në tigam. Vazhdojmë që ta përziejmë ndërkohë që edhe qiqrat na zihen. Shtojmë hudhrën e grirë dhe më pas i shtojmë tek qepët, duke vazhduar duke i përzierë së bashku. Pas kavërdisjes së qepës me hudhër, ne shtojmë panën tonë, i lëmë ato që të marrin një valë të lehtë. Ndërkohë që pana zihen me qepët, atëherë ne hedhim dhe lë vegetën tonë. Më pas kullojmë qiqrat e ziera, më pas i kalojmë në tiganin tonë. Vazhdojmë që t'i përzijem derisa ato të marrin një formë të caktuar bashkë me salcën që kemi përgatitur përpara. Hedhim më pas salcën e kuqe, duke filluar prapë me përzierjen, që ato të marrin formën e duhur. Tani do shtojmë dhe majdanozin për përfundim. Ju mund të zgjidhni edhe një erëz tjetër. Ndërkohë që ne kemi hedhur të gjitha përbërësit ton, atëherë i lëmë të zihen për 6 minuta së bashku. Pjata jonë tashmë është gati, uroj që ta shijoni. Na bëni like dhe subscribe në kanalin